Kush e vrau engjëllin tim, kush e vrau heroin tim, kush i shkrumboi këta engjuj, ishte pyetja e një nëne të viktimës së zjarrit në Koçan, që u parashtroi institucioneve kompetente në përfundim të protestës së sotme në Koçan, të organizuar nga familjet e viktimave. Pas një ore heshtje, marshimi, lot dhe britma, qytetarët e Koçanit bashkë me familjet e viktimave shtruan pyetje për gjyqësorin se kush u mori më të dashurit e tyre. Pa thënë asnjë fjalë, mesazhet e tyre i dërguan përmes parullave. Kjo nuk është aksident, është vrasje. Sistemi korruptiv vrau fëmijët tanë, marshi për 59 engjujt e të ngjashme. Vendtubimi ishte parku i revolucionit, pas çka qytetarët marshuan drejt qendrës tregtare, duke u ndalur tek diskoteka Puls dhe në heshtje nderuan viktimat. Më pas vazhduan para ndërtesës së komunës së Koçanit, stacionit policor, gjykatës themelore dhe prokurorisë. Organizatorët e këtij marshi të protestës ishin vetë familjarët, të cilët me fotografi të më të dashurve të tyre dhe me parulla dolën të marshojnë rrugëve për shkak të reagimit të vonuar institucional.